Por presim të shohim nëse edhe në këtë rast gjykata e Tiranës do t'i vlerësojë të lishëm arrestet. Kujtojmë se në protestën e fundit disa javë më parë u konsideruan 4 arrestime si të paligjshme, pra policia i mbajti në qeli protestuesit në mënyrë të paligjshme. Kam 2 deputet demokrat, Belind Këlliçin dhe Besart Gjaferin, të cilit do t'i pyesim rreth arrestimeve, por edhe si vlerësoni këto masa të autoriteteve policore. Po është një trup e cila përbëhet sot nga bandit, jo nga uniformat policisë shtetit, sepse ajo që ka ndodhur në këtë protest ka qenë motamo mishërimi i këtij grupi kriminal që ka kapur jo vetëm qeverisjen, por dhe policinë e shtetit. Keni parë si asnjëherë janë fikur dritat në protest, kanë dalë policë pa mjete identifikimi, dhe ka patur bandit dhe llumë shoqërisë shqiptare, fundërrina patronazhist, që kanë rrethuar të treja hyrjet apo daljet e selisë Partisë Demokratike, duke marrë të rinj, duke i shoqëruar me makina civile, jo makina policie, duke i shoqëruar më pas nëpër komisariate, që këta fare mirë mund të jenë ordiner halabak të këtij vendi dhe nuk mund të jenë forcat policisë shtetit. Sigurisht këto masa janë tërësisht në disproporcionalitet të plot me protestën, me organizimin dhe me faktin që asnjë prej këtyre djemve që është sot tu nuk ka kryer as edhe një akt dhune. Të dalin dhe ton një provë vetme, një fakt të vetëm për djemt që janë sot shoqëruar, janë 19 djemt që janë shoqëruar dhe të arrestuar prej 3 ditësh tashmë. Kjo bëhet për të stepur të rinjt, se janë të gjithë moshë e re kryesisht, për të stepur të rinjt për të dalin protest. Nuk do t'ja dalin dot, ne do të jemi më shumë edhe në protestën e radhës, do të ketë më shumë të ri, do të ketë më shumë të ri edhe të forumit rinor, se ju tu jemi zbashku edhe me Besardin, që si kryetari i forumit rinor është përplasur live atë ditë me policinë e shtetit, sepse arrestonin pa drejt anëtarët e forumit, dhe unë jam i bindur që kjo vetëm ka shërbyer për të motivuar të rinjtë e qytetarët për dalin protestën e radhës. Kjo që po ndodh sot është pjesë e një akti që tashmë dihet, është pjesë e maskaradës së qeverisjes për t'i goditur qytetarët që ngren zërin kundër vjedhjeve, kundër korrupsionit. Ajo çka po tenton të bëjë qeveria sot është normalizimi, Edi Rama më saktë, është normalizimi i korrupsionit. Unë vetë vi nga një debat shumë i nxehtë ditën e mbrëmshme në një studio televizive të rëndësishme, ku tentohet relativizohet gjithçka. Ama se që s'ka gjë këtu, jemi mësuar tashmë të gjithë që vjedh qeveria dhe nuk ka problem, po problemi është çapo bën Partia Demokratike ndegën në grup seksionin 3. Pse ka një ish deputet Partisë Demokratike që ka një kritik për PD-n? Pra e gjithë tentativa dhe vëmendja dhe fokusi i mediave kryesisht të paguara nga paratë e taksapaguesve shqiptar dhe nga inceneratorët që nuk ekzistojnë, janë për të zhvendosur fokusin nga problemet reale dhe për të stepur çdo qytetar që do të ngre zërin. Kjo nuk funksionon më. Kjo histori ka marrë fund. Këta 19 djem unë jam i bindur që shumë shpejt brenda ditës sotme do të jenë pranë familjeve tyre dhe së bashku të gjithë do të vijojmë të jemi pjesë e protestës së ardhshme që garantoj të gjithë qytetarët që na ndjekin do të jetë me temperatura më të larta se kjo që kaluam. Zoti Xhaferi, shohim një autoritet shtetëror që vepron ndaj protestuesve, i arreston, i mban për orë të tëra, ditë të tëra në burg, por nuk shohim lëvizje të organit hetues për të dokumentuar ato çfarë edhe ju keni pretenduar dhe mediat kanë denoncuar, faktin që janë përdorur edhe mjete e pajisje të skaduara. Ka Partia Demokratike ndonjë organizim apo grup pune për të dokumentuar vetë dhe për t'ia paraqitur autoritetet drejtësisë se ku janë bërë shkeljet e autoriteteve në këtë protest? Po, Partia Demokratike me departamentin saj ligjor po përgatit të gjithë kallëzimin që do dorëzohet shumë shpejt drejt instancave të ligjit, sidomos për gazin e skaduar, për dhunën jo proporcionale që u përdor nga policia, për pengmarrjet që ju bën pikërisht këtyre djemve që sot janë ndaluar dhe shumë djemve të tjerë që atë natë arritëm t'i lironim nga komisariatet dhe të gjithë ata që janë përgjegjës për këtë dhunë dhe për këtë reprezalje do jenë para drejtësisë. Asaj drejtësie të re, në thonjza, po dhe asaj drejtësie së së ardhmes, që do jetë jashtë ndikimit të Ergyes Agasit dhe Dona Gaços. Pra, ne asnjëherë nuk do humbim vullnetin ton për të denoncuar, për të kallëzuar dhe për të çuar prova, pasi patjetër do i qëndroj vullnetit politik të kësaj drejtësie, që të bëj shembull më në fund ata që me të vërtet po intimidojnë dhe po persekutojnë shqiptarët, që janë forcat e policisë. Kjo polici që nuk arreston dot më të kërkuarit që ja din adresën gjithë Shqipëria,
Gjithë Shqipëria di adresën ku qëndron Ergyll Sagasi, e din ku qëndron Suel Çela, e din ku qëndron Elvis Doçi, përveç se policia nuk e din. Po ashtu edhe policët civil që na ishin si undercover dhe do bëjnë këto operacione kaq të mëdha duke kapur disa të rinj në rrugicave të Tiranës, nuk i shohim që të shkojnë në terren dhe të bëjnë detyrën e tyre ligjzbatuese. Megjithatë ne e dim që jemi regjim, besoj se gjitha këto janë prova që e provojnë që regjimi ekziston, regjimi funksionon me gjithë brutalitetin e saj, por ajo që na ngroh është që brutaliteti i regjimit sa vjen dhe rritet kur afrohet rënja e atij regjimi. Edhe shkurtimisht nëse mund më thoni, janë me dhjetra qytetar, familjar, simpatizantë dhe mbështetës Partisë Demokratike që presin në dyert e gjykatës, ndërkohë që janë me dhjetra edhe të arrestuar apo të shoqëruar. Fokusi i protestës ishte në fakt kundër korrupsionit, krimit të lidhur me qeverinë dhe me pushtetin, largimi i Edi Ramës, krijimi i një qeverisje teknike. A është të shfokusuar kjo dhe është të qëllimt që opozita të ndodhet tu në dyert e gjykatës, ndërkohë që diskutohet më pak për kërkesat që ju parashtruat në gjykatë, në shesh? Patjetër që kërkohet që të shpërqendrohet gjithë vëmendja, që të merremi më shumë me dhunën dhe me persekutimin e protestuesve sesa me kërkesat tona që kishim për protestën, e cila patjetër është dorëheqja imediate e Belinda Ballukut, e Edi Ramës, e pastaj patjetër çorja e tyre para drejtësisë. Megjithatë, këto janë të lidhura, janë në korrelacion me njëra tjetrën. Kuptojmë që ne sot jemi në dy kampe, kampi të korruptuarve dhe kampi protestuesve. Dhe në mes qëndron policia, e cila ka vendosur mos të mbrojë protestuesit të cilët janë drejtën e tyre, por të mbrojë të korruptuarit të cilët janë në pa drejtën e këtij kombi. Pra janë të pa denjët e këtij kombi, ata që ne na vjedhin taksa, ata që na lën pa ilaçe, na lën pa spitale, na lën pa shkolla dhe mbi të gjitha na kanë lënë dhe pa dashurinë tonë në vatrat e shtëpisë tonë. Faleminderit juve. Ishin dy deputet demokratë që dhanë qëndrimet e tyre për arrestimet, për protestën dhe për çfarë po ndodh kohët e fundit, ndërkohë që pas krave të mi në gjykatën penale të Tiranës ndodhen dhjetra qytetar, në fakt janë familjar, janë përkrahës të Partisë Demokratike që kërkojnë lirimin e menjëhershëm të 19 protestuesve që aktualisht ndodhen në dhomat dhe sallat e gjykimit të gjykatës Tiranës për të njohur me masat e sigurisë. Do të jetë një proces që mund të zgjasë disa orë dhe në fund gjykata do shprehet nëse arrestimet janë të lishme apo jo, dhe do të vlerësojë nëse do të lërë në fuqi ndonjë masë arresti apo do t'i lirojë kryesisht 19 të rinjt, pra janë të moshave të reja. Si përket të arrestimit të 10 vjeçarit, ne kemi sjell në vëmendje edhe më pas nëpërmjet kreut të FRPD-s Besar Xhaferi, madje edhe ti ke marrë një intervistë atë natë pikërisht nga vetë 10 vjeçari. Do doja të dija pak nëse ka patur ndonjë pretendim nga policia, duke qenë se familjarët kanë bërë menjëherë denoncim për rastin e mënyrës së trajtimit të 10 vjeçarit atë natë. Ne duhet të kemi të parasysh dhe qartë diçka, duke qenë se ne merremi me çështjet që kanë të bëjnë me drejtësinë dhe policinë. Ka nisur drejtoria profesionale e standardeve një hetim, ndoshta mund të thojë edhe në masa disiplinore për veprimet ndaj të miturit, por në parantezë të këtij veprimi policor, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit përgëzoi punonjësit e tij për sjelljen profesionale sipas tij të punonjësve të policisë, çka nën kupton se nga ana e kësaj drejtorie pra të standardeve që heton dhe verifikon veprimet të punonjësve